Shumë prej nesh kur dëgjojmë fjalën emergjencë mendojmë sirena, ambulanca dhe ndihmë mjekësore. Shumë pak prej nesh në fakt flasin për një lloj tjetër emergjence. Pak më të heshtur, por me të njëjtin nivel rëndësie, ajo emocionale. Sot do të kemi mundësinë që të flasim për ndikimin emocional që shkaktojnë emergjenca apo situata të caktuara dhe sa e rëndësishme është në fakt mbështetja mendore. Kam kënaqësinë që të kem në këtë bashkëbisedim me mua psikologen klinike dhe psikoterapisten Aulona Armeni. Psikologe Aulona, shumë faleminderit që je në këtë bashkëbisedim me mua dhe që more kohën për të ndarë me ne disa informacione bazike mbi emergjencat emocionale, por edhe për të dhënë pse jo pak këshilla. Do doja që ta filloja këtë bisedë në fakt me pikërisht me atë që e nisa edhe në fjalinë, në fakt japim më së shumti rëndësi emergjencave fizike dhe në rastin e parë të një emergjence civile apo shëndetësore, hapi i parë që ne ndjekim është ndihma e parë mjekësore, ndihma e parë fizike dhe shumë pak në fakt i japin rëndësi asaj emocionale dhe ndikimin apo traumën që personi mund të përjetojë gjatë një emergjence shëndetësore apo fizike. Çfarë ke për të thënë? A jemi ne të njohur me ndihmën e parë emocionale, po sa jemi të njohur me ndihmën e parë fizike mjekësore? Në fakt, është pyetje shumë interesante. Gjatë situatave të emergjencave civile ose çdo lloj emergjence tjetër, qoftë edhe individuale apo e grupeve më të vogla të individëve, sigurisht që vëmendja parsorë do shkojë drejt mirëqenies fizike të individit. Mirë po, sigurisht që nuk duhet lënë pas dore edhe emergjenca apo krizat emocionale të cilat mund të shoqërojnë situata traumatike ose të vështira për individin. Sigurisht që emergjencat emocionale nuk dallohen ndoshta me sy të lirë nga jo profesionistët dhe sigurisht që vëmendja kryesore do shkojë drejt nevojave fizike të individit derisa të normalizohet apo të përmirësohet situata e tij fizike. Më pas sigurisht që do të lindi nevoja edhe për një vëzhgim më të imtësishëm drejt vështirësive emocionale apo atyre reagimeve ekstreme emocionale të cilat mund të shfaqin njerëzit në situata të traumës së përjetuar prej tyre. Për ta lidhur pikërisht me këtë që ti the, jo shumë prej nesh jemi familjar me idenë e emergjencës emocionale. Pra ne nuk e njohim dhe pikërisht në mungesë të një profesionisti, ne nuk e njohim se çfarë në fakt apo si manifestohet emergjenca emocionale apo çfarë është në fakt. A mund të na ndihmosh ti me një lloj definimi të çfarë është emergjenca emocionale dhe si mund ta kuptojmë ne që po kalohet një emergjencë emocionale? Zakonisht në situata të cilat janë traumatike për një grup të madh njerëzish apo qoftë edhe për vetë individin, mund të themi që duke pasur parasysh për kufizimin e traumës, jo traumat emocionale apo reagimet emocionale jo gjithmonë janë të lidhura në proporcion të drejtë me situatën që po ndodh. Dhe mund të themi që trauma nuk është ngjarja e cila ndodh, por trauma e përjetuar nga individi është ajo që individi ndjen apo mënyra se si individi ja rrëfen vetes historinë apo situatën që sapo ka ndodhur. Sigurisht që edhe vetë nga fjala, domethënë emergjencë emocionale, kemi të bëjmë me situata ku emocionet janë në skajet e tyre. Kjo mund të jetë një shpërthim emocional shumë i fortë, po mund të jetë edhe mpirje emocionale apo fikje e individit apo pamundësi për të reaguar. Disa nga format se si manifestohen traumat emocionale, qoftë në impaktin e menjëhershëm, qoftë edhe më pas, kanë të bëjnë me frikën ekstreme, ankthin, zemrimin, ndjenjat e fajt, të cilat ndoshta lindin pak më vonë, po janë gjithashtu të pranishme. Pamundësi për ta pranuar situatën që ka ndodhur, sigurisht që kjo shoqërohet edhe me mendime të llojit pse më ndodhi mua, nuk kishte ndodhur mua. Pamundësi, kur flasim për atë mpirjen emocionale, kemi parasysh situata ku individi e ka totalisht të pamundur që të reagojë ose reagon në formë të ngadalësuar. Bashkë me emocionet e sapo përmendura, sigurisht që manifestime të tjera të përjetimeve emocionale në raste të situatave traumatike apo të emergjencës, kemi të bëjmë me humbjen e shpresës, depresionin,
situata ku nuk duhen lënë pa përmendur sigurisht edhe reagimet fizike, sepse lidhur edhe me pyetjen tuaj të mëparshme si mund të dallohet ajo, ndoshta nuk dallohet për shkak të ndjesive fillimisht nga një sy i jashtëm, por mund të dallohet shumë herë më kollaj për shkak të reagimeve fizike që mund të kemi, që mund të jenë dhimbjet e kokës, shtrëngime në krah haror, vështirësi për të marrë frymë, por të cilat nuk janë të lidhura me situatën që ka ndodhur. Mpirja, pushpime në trup, kur bën trupi si mizamiza, dridhje, gjendje shoku, të gjitha këto mund të jenë në rast kur kemi mjek të pranishëm, ndoshta zmadhimi i bebeve të syrit, djersitje pa kontrolluar, valë të ngrota ose të ftohta në trupin e individit. Këto janë disa nga reagimet fizike. Sigurisht që mjekët mund t'i dallojnë, po edhe mund t'i dallojnë të parët reagime të tilla, po edhe individët e tjerë mund t'i dallojnë përsëri këto lloj simptomash. Jo gjithmonë në situata traumatike individi është në gjendje që t'i menaxhojë, por disa individ mund të jenë pak më të prirur drejt reagimeve të tilla fizike më shumë se sa shprehjes emocionale. Kështu që mirë është që të jemi të vëmendshëm edhe për sa i përket reagimeve fizike dhe jo vetëm Shpresë emocionale. ndjenjave të shprehura që mund të flas apo të shpreh individi. Sigurisht që disa sjellje manifestuese të cilat mund vinë pak më vonë, si reagim përveç mpirjes që e tham, apo një reagimi të çorientuar, apo disi ku individi duket sikur nuk ka shumë përputhje me situatën që po ndodh, apo disocimi ku individi qoftë edhe në mënyrë të pavullnetshme vendos që ta shkëputë veten nga situata që po ndodh, ose e përjeton atë sikur nuk po ndodh në të vërtetë, ose ndoshta i thot vetes që nuk po ndodh në të vërtetë. Këto lloj situatash që tek reagimet me shtimin e rrajeve të zemrës, apo me vështirësitë në frymarrje, me shtrëngimet në krah haror, që sigurisht që janë simptoma edhe të atakut panikut apo të manifestimit të ankthit, janë në të vërtetë në thelb reagime ndaj frikës ekstreme që njeriu po përjeton. E tillë është edhe mpirja, sepse disa nga reagimet që individët paraqesin në raste të një rreziku eminent përballë të cilit ndodhen, qoftë kjo për shembull një kafshë e egër, apo një situatë traumatike, apo një konflikt, apo çdo lloj situate tjetër që mund të mendojmë, që tek situatat fare të vogla, dhe për këtë do marr pak më vonë një shembull. Këto janë reagime lufto, largohu ose ngri në vend. Reagimi lufto, largohu ose ngri në vend, sigurisht që ka edhe disa të tjera, po përmendim këto të treja si ato më të dukshmet në situatat e emergjencës, kanë të bëjnë me reagimin apo me përgjigjen që trupi jonë në mënyrë fiziologjike jep ndaj impaktit që ka ndodhur së jashtmi ndaj ngjarjes traumatike. Trupi ynë përmes trurit ton na thot ne në reagimin lufto, bëu gati sepse një rrezik është përballë, diçka e keqe ka ndodhur, jeta po të kërcënohet. Kur jemi përballë kësaj lloji, qoftë ky i vërtet apo i perceptuar, kur ne gjendemi në të tillë situatë, sigurisht që i gjithë trupi jon, muskujt tan, frymarrja jon, çdo lloj gjëje do mobilizohet për të reaguar ndaj kësaj lloj situate. Gjatë situatës lufto, truri pasi ka dhënë mesazhin trupit që të mobilizoj forcat nga do ku ato ndodhen, sigurisht që muskujt tanë përgatiten për të luftuar ndaj rrezikut i cili na paraqitet, sigurisht që na nevojitet më shumë oksigjen në trupin ton, dhe mënyra se si ne do e furnizojmë trupin ton me oksigjen, i cili më pas do përcillet tek truri që të mendoj më qartë, apo tek muskujt që të vijnë në veprim, sigurisht që duhet të shpeshtojmë frymarrjen. Megjithatë, ndoshta do ta themi më pas tek mënyrat e ndërhyrjes, por nëse ne përpiqemi që të marrim frym pak më ngadalë dhe jo në formë të përshpejtuar, por në formë më të ngadalë dhe më të thellë apo më të plot, ndoshta mund ta ndihmojmë veten që në momentin fillestar lidhur me një situatë të vështirë të cilën ne po përjetojmë. Domethënë, mësimi i parë është të rregullojmë frymarrjen.
Shiko, ti përmende disa raste, dhe në fakt me rëndësi shumë të lartë të gjitha dhe do doja që të ndalohesha pak tek të gjitha këto raste. Rasti i parë është ai i reagimit menjëhershëm, pra në një emergjencë emocionale ku personi reagon menjëherë dhe më pas është edhe ajo çka ne konsiderojmë apo ajo çka ju thatë edhe trauma. Pra jo një reagim emocional i menjëhershëm, por një reagim që manifestohet me kalimin e kohës nëpërmjet mënyrave të caktuara ose emocionale, por edhe fizike, ajo çka ju përmendët, rrajët e zemrës apo rritja, zmadhimi i bebes së syrit apo edhe testime të tjera fizike. Por në fillim do doja të ndaloja tek kjo. Pikërisht ky reagimi menjëhershëm emocional që njeriu ka ndaj në kohën e një emergjencë emocionale apo emergjenca emocionale brenda një emergjencë shëndetësore apo civile. Cilat do të ishin disa hapa, ju e nisët me rregullimin e frymëmarrjes, po cilat do ishin disa hapa të tjerë për të rregulluar këtë emergjencë emocionale brenda vetes, por edhe në qoftë se ne shohim duke i ndodhur dikujt tjetër. A është kjo vetëm në dorë të një profesionisti apo një person njësoj siç mund të jap ndihmën e parë fizike mjekësore në rast të një emergjencë civile apo shëndetësore, mund të ketë disa metoda për të ndihmuar dikë që ka pranë të kalojë një emergjencë emocionale sa më mirë dhe sa më lehtë të jetë e mundur. Zakonisht, siç e tham edhe më herët, është pak e vështirë, sepse në situatat e emergjencës, vëmendja kryesore do shkojë tek ajo që duket, tek ana fizike. Megjithatë, individi nëse fillon që mirë do ishte që individi të jetë i pajisur me një set aftësish, le të themi, të cilat kanë të bëjnë pak me inteligjencën emocionale apo me faktin se sa i përgatitur është individi për t'i njohur dhe për t'i dalluar emocionet e tij, apo për të dalluar se çfarë do të thot për të ky lloj reagimi. Nëse ne dallojmë shpeshtimin e frymarrjeve tona apo të rrajeve të zemrës, për dikë mund të thot fundin e botës, për dikë tjetër mund të thot që thjesht është një emocion. Për shembull, nëse marrim një situatë fare të thjeshtë, jo detyrimisht një emergjencë civile apo shëndetësore masive, si për shembull tërmet, zjarr, pandemia apo gjëra apo lufta apo katastrofa të tilla humanitare, ndoshta një situatë më e thjeshtë për ta dhënë si shembull në këtë pikë mund të jetë bllokimi i ashensorit dhe në ashensor gjenden gjithsej 3 veta. Një grua shtatzane e cila ka nevojë që të shkojë në tualet në mënyrë të menjëhershme, kjo nuk ka lidhje me bllokimin e ashensor. Një individ i cili është inxhinier dhe e di se si funksionon ashensori dhe një person i cili vuan nga klaustrofobia apo frika nga vendet e mbyllura. Sigurisht që në këtë lloj shembulli është shumë e thjeshtë që ne ta parashikojmë se çfarë mund të jetë duke menduar secili individ. Për gruan shtatzan në këtë rast nevojat fiziologjike mund të jenë të parat, për inxhinierin mund të jetë fakti që është pak më i qetë sepse e di se si funksionon ashensori dhe nuk do t'i kërcënohet jeta, ndërkohë që personi që vuan nga klaustrofobia mund të jetë duke menduar që për të ka ardhur fundi sepse nuk shikon një rrugdalje tjetër dhe do t'i zgjedh fryma apo ashensori do shkëputet edhe do bjerë. Fillimisht, e gjithë situata ka të bëjë me historinë që ne i tregojmë vetes. Kur ne priremi drejt të menduarit negativist, i cili sigurisht shoqëron shumë trauma individuale apo kolektive të cilat ne përjetojmë. Dhe në disa raste është e pamundur që ne ta shmangim apo ta bëjmë veten që ta kuptojmë këtë gjë që në çastin fillestar. Por sa më mirë që të ndërhyet fillimisht, aq më kollaj ka për të qenë puna pak më pas. Nëse ne fillojmë me frymarrjen, një teknikë e thjeshtë është frymarrja kuti. Imagjinojmë një kuti, një katror, ku secilës frymarrje marrim frym për 4 sekonda, e mbajmë për 4 sekonda, e nxjerrim ngadalë për 4 sekonda, qëndrojmë përsëri për 4 sekonda dhe fillojmë kështu ciklin. Kjo në fakt është një teknikë që e përdorin forcat SEAL, forcat amerikane të ndërhyrjes së shpejtë për ta mbajtur trurin të ngopur me oksigjen, sepse në këtë lloj forme truri do na përgjigjet më mirë me mendime të dobishme, në vend të mendimeve të padobishme, si në rastin e personit me klaustrofobi, që mund të bëj frymarrje të cekta, të shkurtra, të shpeshta, por që i duket sikur të ta ndihmojnë në atë situatë, por në të vërtetë nuk e ndihmojnë, sepse kur ne marrim frymë cekët, shkojmë në hiperventilim. Hiperventilimi do bëjë që zemra të
rraj më shpejt sepse do pompoj më shumë gjak që i nevojitë të trupit, kështu që vetveti kemi rënë në një rreth vicioz i cili ka për qenë gjithmonë edhe më i vështirë për t'u zbërthyer më pas. Sigurisht që kur folëm më herët edhe për procesin e të menduarit, kur mendja ose ne jemi para përgatitemi për gjatë jetës dhe reagimet tona ndaj traumës ne nuk mund t'i kontrollojmë, kështu që puna bëhet më herët kur ne në një situatë qetësie arrim që t'jemi të vetëdijshëm për emocionet që ndjejmë dhe si ta ndihmojmë veten gjatë gjithë kohës, jo vetëm në situatat e emergjencës. Një mënyrë e mirë është të fillojmë edhe të dallojmë mënyrën tonë të menduarit. Nëse kemi të bëjmë me mënyra të menduarit katastrofik ku mendja jonë shkon gjithmonë tek të ndodhi gjëja më e keqe, zakonisht një teknik që mund të bëhet më përpara fillon me njohjen e këtij lloji mendimi. Pas dallimit apo identifikimit të këtyre lloj shtrëmbrimeve kognitive, po themi, apo formave jo të përshtatshme apo jo të dobishme të menduarit tonë, sigurisht që ne mund të përpiqemi të zëvendësojmë ato jo gjatë kohës që trauma po ndodh, por ndoshta pak më vonë, po ndoshta për disa individ edhe gjatë kohës kur situata emergjente po ndodh, ata janë në gjendje që t'i thonë vetes mendime pak më të qeta, mendime pak më të dobishme. Si në rastin e ashensorit që morëm si shembull, jo çdo lloj bllokimi në ashensor është fatal. Madje statistikat thonë që nuk është edhe aq i rrezikshëm krahasimisht me forma të tjera më të rrezikshme. E njëjta gjë mund të thuhet për shembull për pandeminë. Jo të gjithë njerëzit e përjetuan në mënyrë traumatike, por për disa persona të cilët për arsye nga më të ndryshme, që nga mënyra e rritjes e fëmijërisë së tyre, traumat e tyre të mëhershme, problemet e tyre me shëndetin, apo qoftë edhe vështirësi emocionale të tyre, apo histori të mëparshme me çrregullime emocionale apo me diagnoza të ndryshme të shëndetit mendor, sigurisht që për ata mund të ketë qenë më e vështirë. Po përjashtoj këtu situatat e humbjes personave të afërt ku në 100% rasteve situatat janë traumatike të menjëhershme dhe sigurisht që secili individ, secili nga ne do përfshihet në një nga format që diskutuam më sipër, ose me reagime ekstreme emocionale ose me mpirje totale emocionale dhe me pamundësi për të reaguar në formë të menjëhershme. Për të marrë këtë rastin e pandemisë apo edhe rastin e ashensorit, ne folëm për sigurisht këto janë raste të cilat përjashto katastrofën që do të ishte rënja e ashensorit. Shanset janë që nuk do të ndodhë asgjë dhe nuk është një rrezik apo katastrofë për jetën. Por dhe ne folëm për këtë reagimin e menjëhershëm, pra emergjencën emocionale të menjëhershme ku njeriu përjeton këtë bllokimin e frymëmarrjen e shpeshtë apo dhe mendimin që ky është fundi im. Po për pjesën që, për shembull në rastin e pandemisë, nuk ka ndodhur asgjë në fakt konkrete, por një person apo unë kam qenë drejt një humbje apo afër një humbje të një familjari. Ose për disa edhe ka ndodhur. Dhe megjithse për momentin nuk ka ndodhur një katastrofë, unë nuk është se kam pasur një gjendje emocionale apo një emergjencë emocionale të menjëhershme, vjet të re që sa herë një i afër mund të ketë një grip apo një viroz shumë normale të stinës, fillon dhe manifestohet tek njeriu, manifestohet ndjenja e fajt, ndjenja e frikës, ndjenja e nëse unë do të dal mos ja solla unë. Pra këto frikrat të cilat manifestohen fakt shumë më vonë në kohë, 1 vit, 2 vite apo edhe më shumë se 5 vite në kohë. Patjetër. Edhe më shumë për gjatë jetës, sepse edhe këto e kanë fillimin diku shumë herë që nga fëmijëria jone, aty ku emocionet fillojnë edhe zhvillohen tek individi. Si mund të menaxhojnë këto me vetë? Fillimisht po ndalem pak të shpjeguarit që pse ndodh kjo. Zakonisht këto situata të cilat ose na ngjallin kujtime të mëparshme ose na sjellin në mend një situatë vështirë në cilën ndodhem, që na ka ndodhur apo i ka ndodhur dikujt tjetër dhe ne kemi qenë dëshmitar të saj apo thjesht kemi dëgjuar për të. Të gjitha këto shërbejnë si nxitës. Nxitësit mund të jenë që nga nxitësit fiziologjik, nxitësit emocional e kështu me radhë, ose në rastin që ju përmendët, kur ne thjesht mendojmë që edhe pse një situatë katastrofike nuk ka ndodhur në të shkuarën,
ka mundësi Mund që të të ndodh. ndodhin në të ardhmen. Sigurisht që ne nuk e parashikojmë dot të ardhmen dhe nuk mund të parandalojmë dot situatat e vështira, po ama mund të rikujtojmë vetes që siç mund të ndodhin gjërat më të këqija, mund edhe mos të ndodhin. Kjo është një fillim i mirë dhe për ta lidhur me atë që po diskutonin pak më sipër tek se si zëvendësohen mendimet e padobishme me mendime pak më të dobishme. Në disa raste ne mund të fokusohemi thjesht tek statistikat, kur i kujtojmë vetes që shpeshtia e rënjes apo e shkëputjes së ashensorëve nuk është aq e shpejtë apo rrëzimi i avionëve nuk është aq i shpejtë, po përsëri kjo nuk është se do ta ndihmoj individin në 100% rasteve të mos ndjej frikë nga fluturimi apo frikë nga hipja në ashensor apo frikë nga pandemia, nga kontaminimi, nga gjërat të ndryshme. Por sigurisht që këto varojnë tek secili individ, tek shkalla e tij e përjetimit të ankthit, tek sa i fokusuar është ai tek mënyra e tij e të menduarit dhe sa e papërshtatshme mund të jetë forma jone e të menduarit në një pjesë të madhe të rasteve. Kur ne jemi në gjendje që t'i dallojmë këto lloj nxitësish, apo kjo është ai nxitësi, për mua ashensori është një nxitës ose për mua është nxitës sëmundja, sepse provokon të gjitha këto mendimet e humbjes apo të pamundësisë për të reaguar apo pamundësisë për ta ndihmuar tjetrin, ose në çdo lloj rasti tjetër që për të cilët folëm më sipër, sigurisht që këto lloj situatash do komplikohen edhe më tej. Pasi ne e dallojmë nxitsin, përpiqemi të rikujtojmë vetes që të gjërat e këqija mund të ndodhin, por nuk ndodhin në 100% rasteve apo nuk ndodhin aq shpesh dhe nëse ne i kujtojmë vetes që në rastin kur nuk ndodhi humbja e të afërmit, në rastin e shembullit që ju sollët, në vend që të themi o bobo, ai ishte gati për të humbur jetën, mund ta zëvendësojmë me diçka më të thjeshtë. Ai mbijetoi edhe gjërat shkuan mirë. Kur ne i kujtojmë vetes, ai mbijetoi, ajo mbijetoi, ajo ja doli dhe gjërat shkuan mirë, sigurisht që truri jonë në këtë çast mund të marrë një minutë pushim. Merr një qasje më Patjetër, pozitiviste. marrim frym thellë dhe të gjitha këto kontribuojnë në pak më Përmirësim. shumë mirëqenie për vetën në situatën aktuale. Për sa i përket ndihmës që mund t'i japin të tjerët, sigurisht që do t'i përmend disa pika në këtë çështje. Fillimisht është të pranohet reagimi i tjetrit ashtu siç është, pa u përpjekur për ta minimizuar apo për ta sheshuar. Zakonisht njerëzit e bëjnë këtë gjë edhe me fëmijët e vegjël, ndoshta pak më shumë në kulturën tonë, po edhe në përgjithësi. Është diçka më shumë individuale se sa kulturore, kur vritet një fëmijë dhe mund të dëgjosh njerëz që s'ka gjë se do kaloj. Në të vërtetë, kjo është një formë ku fëmijës po i thuhet që nuk është edhe aq gjë e madhe, po për atë është gjëja më e madhe. Nëse ne ndalemi edhe jemi aty për tjetrin, e dëgjojmë tjetrin në mënyrë të pakushtëzuar dhe pa i gjykuar për përjetimet e tij emocionale, edhe nëse nuk do ndihmojmë shumë, të paktën do heqim atë ndjesinë e fajit që individi do ndjej pse i shprehu emocionet e tij apo pse reagoi në një mënyrë të caktuar. Ndoshta edhe përpara kësaj mund të themi që secili reagim është okay, çdo lloj reagimi që të vijë nga individi në situata të çuditshme apo në situata traumatike apo në situata të cilat nuk janë të zakonshme për jetën e tij, sigurisht që është normal. Nuk ka asgjë anormale në secilin lloj reagimi. Mirë është që individi të ftohet që të kërkojë ndihmë, edhe në rastin kur ndihma nuk duket sikur situata emocionale kërkon nevojë për ndihmë, mirë është që individi të ketë një komunitet ku të mbështetet, të ketë akses apo qasje tek ndihma që mund të kërkojë dhe të inkurajohet për këtë gjë. Sigurisht, pastaj edhe ndihma që mund të japin profesionistët, sigurisht që është mjaft e dobishme dhe mirë është që personi të ketë qasje në këtë lloj ndihme. Ne në fillim të bisedës u ndaluam më së shumti në qasjen individuale dhe tani drejt fundit dhe diskutimit që
ne patëm mbi ndihmën që mund të japin të tjerët në rast të një emergjencë emocionale, u cekëm pak edhe tek komuniteti, tek ndjesia e sa i rëndësishëm është komuniteti dhe sa e përsa të njohur jemi ne kulturalisht, kultura shqiptare apo edhe më gjerë, me emergjencë emocionale dhe se si mund të jepet ndihma në rast të krizave emocionale. A mendon ti që në komunitetin ton, me njohuritë që ne kemi, apo dhe në aspektin kulturor, dihet që ne nuk kemi një qasje shumë të buta apo të mirë me mbështetjen mendore, me problematikat të shëndetit mendor, ne nuk kemi shumë të njohur dhe fatkeqësisht kjo dhe mund të ndikojë negativisht në qasjen komunitare sa i përket dhënjes së ndihmës në emergjenca emocionale. Cili është mendimi yt në lidhje me pikërisht këtë gjë? Sa të gatshëm ne jemi si kulturë për të dhënë dhe për të njohur një rast të emergjencës emocionale apo dhe për të dhënë ndihmën normalisht kur kjo emergjencë emocionale është duke ndodhur? Sigurisht që situata mund të ketë vend për përmirësim, duke qenë se ne vim nga një histori e cila nuk është se ka qenë shumë e favorshme për sa i përket njohjes së shëndetit mendor apo problematikave të tij ashtu siç është sot, ku kjo ka munguar për shumë vite në vendin tonë. Gjërat tani kanë ndryshuar dhe sigurisht që mendoj që ne jemi duke ecur me hapin e kohës, vetëm se gjërat janë pak të vështira sepse janë breza të tërë të rritur, jo në atë lloj forme që ti dallojnë emocionet e tyre, por përkundrazi që ti shtypin emocionet e tyre, mos ti përfillin emocionet e tyre dhe rrjedhimisht kjo shtyn që të njëjtin reagim do bëjnë edhe me emocionet e personave që kanë përballë dhe kjo sigurisht e bën pak më të vështirë situatën, po shpresa është që gjërat kanë nisur që ndryshojnë dhe do ndryshojnë dhe brizat e ri do rriten me pak më shumë inteligjencë emocionale krahasimisht me brezat paraardhës dhe gradualisht situata do vi në përmirësim. Pesha kryesore mbetet përsëri tek kjo lloj gjë, nëse brezat e ri do rriten me më shumë inteligjencë emocionale, me më shumë aftësi po paketë aftësish për të dalluar emocionet e tyre, për të qenë të aftë ta ndihmojnë veten e tyre, sepse inteligjenca emocionale përfshin jo vetëm njohjen e emocioneve tona dhe të tjetrit, por edhe si ta ndihmojmë veten përballë këtyre emocioneve, si ta qetësojmë veten, si të jemi më në gjendje për të krijuar marrëdhënie më të shëndetshme me personat e tjerë që na rrethojnë, dhe kështu për të pasur një jetë më të mirë edhe si komunitet, jo vetëm si individ. Po shpresoj shumë që gradualisht gjërat do shkojnë më mirë. Si mendojnë që do t'ishte dhe qasja e edukimit për inteligjencën emocionale? Sigurisht që ne jemi drejt një rrugë përmirësimit të edukimit mbi inteligjencën emocionale dhe të njohjes së ndjenjave tona apo edhe të tjerëve, por siç thatë edhe ju, jemi përballë një hendeku të madh të gjeneratave të tëra të cilat kanë pasur një shtypje të thellë të emocioneve të tyre dhe përrjedhoje të emocioneve të tjerëve. Si do t'ishte qasja më e duhur për të edukuar gjeneratat e ardhshme, duke filluar që nga ne, duke filluar që nga më të vegjëlit se ne apo edhe disa gjenerata pak më të rritur se ne, për në drejt një rruge të njohjes apo të rritjes së inteligjencës emocionale? Sigurisht që kjo është një punë e cila mund të bëhet në shumë plane, po fillimisht procesi fillon që tek procesi i prindërimit. Kjo jo se betejë është e humbur nëse stili i prindërimit apo procesi i prindërimit ka boshllëqe apo sepse këtë gjë njeriu mund ta ndihmojë edhe veten më vonë përgjatë jetës për ta rifituar inteligjencën emocionale. Sigurisht që nëse fëmijët do rriten me më shumë pranim, me kur them pranim në sensin e vlerësimit të ndjenjave të tyre, qofshin ato edhe ato ndjenjat destruktive të agresivitetit apo të zilisë apo xhelozisë, domethënë ndjesi të cilat shikohen sikur janë smundje që duhen hequr dhe jo thjesht si emocione të cilat duhen pranuar dhe që sinjalizojnë diçka në trurin ton për sa i përket sepse në fundit emocionet janë thjesht sinjalizues për gjërat që na rrethojnë apo gjërat që po ndodhin dhe kur
ne nuk kemi në gjendje që ti shikojmë këta si sinjalizues, çfarë do të më thotë zemrimi, çfarë do të më thotë frika, dhe siç e përmendëm në fillim fare, frika do që të na mbrojë, ankthi do që të na mbrojë, nuk janë armiq tan kryesor. Kanë si funksion parsor të gjitha emocionet, kanë mirëqenien tonë, jo shkatrimin apo dëmtimin tonë. Ne jemi drejt fundit të kësaj bisede shumë të këndshme dhe të mbushur në fakt me informacione për inteligjencën emocionale, reagimin në rastet e emergjencës, po të doja nga ju ndoshta një mesazh të fundit apo një histori të shkurtër të fundit çka do të dërgonte një mesazh tek publiku i cili ndjek podcaste të tilla për të marrë më shumë informacion specifikisht për inteligjencën emocionale, emergjencat emocionale dhe reagimin që ne duhet të kemi në rast të emergjencave emocionale. Sigurisht që këshillat mund të jenë të shumta sipas secilit rast në veçantë, por një këshill specifike ose thjesht e menjëhershme mund të jetë ta fokusohuni tek historia që i tregoni vetes. Bëjeni historinë që i tregoni vetes të jetë e orientuar drejt gjërave që shkuan mirë në një situatë, qoftë ajo edhe traumatike. Nëse dikush shpëtoi nga një eksperiencë pothuajse pranvdekjes, apo i afërmi i tij shpëtoi nga një sëmundje, apo situata nuk shkoi aq keq sa që parashikua fillimisht, kjo mund të shërbej si një moment qetësie për individin dhe mund ta stërvisë individin që edhe në të ardhmen të mësohet me këtë lloj mënyre të menduarit dhe ta bëj atë pjesë të vetes. Sigurisht diçka tjetër është të tregojmë falendërues. Falendërues si zëvendësimi i mendimit ton katastrofik, o bo do ndodhi përsëri, o bo po sikur gjërat të ndodhin keq, mund të tregoj mund t'i themi vetes jam mirënjohës që gjërat shkuan mirë dhe sa herë pse jo, jam edhe i lumtur apo i gëzuar që gjërat shkuan mirë. Apo që dikush shpëtoi apo shumë njerëz shpëtuan, kështu me radhë. Mendoj që ky është një mesazh përmbyllës shumë i mirë edhe shumë i shërbyeshëm për njerëzit. Mendoj se një mesazh i tillë do të shërbente pozitivisht për shumicën e njerëzve të cilët ndodhen në raste të ngjashme të emergjencave emocionale si të vetes apo edhe të njerëzve rreth vetes. Psikologa Olona, shumë faleminderit për këtë bisedë kaq të këndshme dhe mendoj që do të jetë shumë pozitive për çdo do ta dëgjoj. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për mundësinë. Sukses.